Me homazhe e manifestim përkujtimor, sot në 28 vjetorin e zhvillimit të betejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Glogjan, u përkujtuan dëshmorët Him Haradinaj dhe Gazment e Agron Mehmetaj, të cilët ranë për liri. Generali i zonës operative të Dugaxhinit, Ramush Haradinaj, në fjalën e tij, tha se ishte bare rënd për Glogjanin, se si do të shkonte përballja e radhës pas betejës së Reçakut e Prekazit dhe se ani pse 3 prej tyre u vranë, rezultoi se shqiptarët e fituan luftën. Ishte bukur bare rënd për Glogjanin, në këtë rast edhe për ne, edhe për mu, si do të shkonte përballja e radhës. Për shkak se ne ishim identifikuar më herët, ose Serbia e dike kush jem, se me 6 maj 97 u vra Luani. Edhe evidencën asaj beteje kishte Serbia. E dinte kush janë konë pjesëmarrës, që ka qenë Fehmia, që ka qenë bashkëftar tjerë, që ishte një bërthame fuqishme, ndryshe thonë një resurs i arshëm, një burim i arshëm i luftës. Epilogu i kësaj lufte tani që ta përmbyllim më shpejt, rezultoi me fitoren e shqiptarëve. Rezultoi me drejtën e shqiptarëve. Në fund të ditës, edhe pse 3 nga ne u vranë, e ne që ishim rrethim nuk e kem ditë që janë vrarë ata 3, pra ke marrë ma vonë vesh. Kishim një të plagum në këtë rast. Mirë po, rezultoi që shqiptarët e fituan këtë luftë. Nuk e harroj kur njetë. Nuk e harroj kur njetë 24 marshin, natën anë, atë musk, e ftyrat e bashkëftarëve të mi, e shqiptarëve që dilshin prej malijeve, prej grykave, që asë kom ditë që janë hala aty të nëjtë në shef. Generali i ushtrisë shqiptare Kudus Ilame, në fjalën e tij, shtoi se sot kujtojnë një nga qasjet më të rëndësishme të luftës çlirimtare, kujtojnë përballjen e lavdishme në Glogjan. Një nga qasjet më të rëndësishme të historisë së rezistencës së armatosur shqiptare në Kosovë. Përballjen e lavdishme në Glogjan me 24 mars 1998. Një përballje që nuk ishte thjesht një betejë ushtarake, por një provë e madhe e karakterit, e guximit dhe vendosmërisë së popullit shqiptar për liri. Një ngjarje që shënoi një kthes të rëndësishme në rrjedhën e luftës çlirimtare. Kujtojmë sot një betejë që në historinë e luftës çlirimtare të Kosovës zëvend të veçantë. Kujtojmë një moment kur përballë një makinerie të fuqishme ushtarake qëndroi një grush luftëtarësh të vendosur, të cilët nuk kishin as epërsi numerike, as epërsi në armatim, por kishin diçka shumë më të madhe, besimin në drejtësinë e kauzës së tyre dhe vendosmërinë për të mos u nënshtruar. Në këtë përvjetor u përkujtua beteja frontale mes UÇK-së e forcave serbe të cilat kishin rrethuar Glogjanin, ku caku ishte shtëpia e familjes Haradinaj, ku hasën në rezistencë të fuqishme.